Zoti Berisha, kam dy pyetje. Ditën e djeshme u zbulua se Partia Demokratike ka paguar 1.4 milion euro ose dollar për Kris Laçivita dhe ekipin e tij të fushatimit. Një parti opozitare e cila ka 12 vite në opozit, si le ta themi justifikon këto para të derdhura vetëm për një kontratë? Dhe e dyta, a ja vleti kjo pagesë për Kris Laçivita? Ekipi i Laçivita, pa diskutim, ekipi më serioz i botës. Me eksperiencën më të jashtëzakonshme. Por dhe bëri më të mirën e mundshme. Dha një ndihmë jashtëzakonisht të çmuar. Organizoi një fushat që shqiptarët se kishin parë kur më parë. Por ekipi i tyre nuk ishte përgjegjës për diktaturën autoritare të vendosur në Shqipëri nga Edi Rama.